Tenant, të them ne një tjetër, le të themi, pyetje. Cili prej të katërtve ty të duk më i emocionuar, cili më i revoltuar, cili më i qetë? Unë kam parë regjistra të ndryshëm, Thaçi e çoi në absurd, kur lexoj fjalën e tij, e çoi në absurd situatën, tha, unë nuk isha pushtet të kthehesha në shtëpi dhe të mendoja që do ta takoja fëmijën e përsalindur, ndërkohë që një tjetër fjalim ka qenë i tipit që në 72-shin kam sakrifikuar edhe dua me dinjitet të mbyll ditët e mia të moshës së thyer. Nuk po i citoj secilin, më ndaj pak me regjistra sepse do të jenë momente të rëndësishme kur të kujtohen. Është lufta e tyre e dytë në fakt. Të katërt kanë qenë të ndryshëm në fjalimet e tyre, mendoj se secili prej tyre kishte dhënë karakterin në fjalimet që kishin dhënë. Ke të drejtë kur thua që zoti Thaçi u përqendrua dhe siç e kemi parë dhe në fjalimet kur ai ka qenë pjesë e politikës, është përmbajtur, ka qenë i qetë, mimika e tij në asnjë moment nuk ndryshonte dhe u përqendrua të faktonte në ato momente faktin edhe akuzën më të rëndë që është bërë, që në ato vite ka menduar për pushtet dhe në fakt nuk ka qenë kështu. A i tha isha një student në Zyri dhe nuk isha unë që e solla nga jashtë Kosovës, po ju bashkova në këto moment. Nga ana tjetër, Kadri Veseli nuk kishte të përgatitur kontekst të gjithë rrugtimit në rrafshin historik dhe në rrafshin e momentit në cilët ka ndodhur dhe nevoja pse ka lindur kjo ndërmarrje për çlirim, siç e konsideron zoti Jakupi dhe jo siç e konsideron prokuroria ndërmarrje kriminale. I drejt për drejt ka qenë Selimi, zoti Selimi, kur ka thënë që prokuroria më ka akuzuar, por nuk e di a më ka ndërruar në fakt, duke thënë që kam qenë njëri i afërt me Adem Jasharin, edhe ka qenë i prerë kur ka thënë që kam qenë i bindur çfarë kam bërë, vazhdoj të jem i bindur në të njëjtën moment që ne po flasim dhe do të jem i gatshëm deri në momentin e fundit të jetës ta jap dhe jetën time për këtë gjë. I drejt për drejt nuk pati asnjë moment, asnjë dridhje çrpiku. Në mendimin tim, momenti kur na ka përlotur gjithëve ishte padyshim momenti Jakub Krasniqit, kur tha që ishte viti i 16 që i mohoi liria. 10 vjet, nga viti 1981-1991, ai ka vuajtur 10 vjet dënim në burgjet e Serbisë, e tani është viti 6 që po përballet. 16 vjet, tha ai, janë shumë për jetën e një 75 vjeçari, i cili tani ka momentin të shijojë atë periudhë që i kam mbetur me familjen. Mendoj që kjo ka qenë një nga momentet ku asnjëri prej nesh nuk mundi të mos ishte i emocionuar. Dena, të falenderoj edhe më vlen që të gjitha këto përmbledhje që ti bëre në mënyrën tënde se ke qenë aty dhe i ke ndjer, ne i kemi ndjer, po ashtu faleminderit që isha me ne, do jesh në Top Story sa herë që sigurisht kemi gjëra për të ndarë dhe me gjithë simpatin që kam për ty. Mirë. Zoti Limaj. Ke qenë i pari që e ke përballuar një gjykatë ndërkombëtare. Çfarë do të thotë të qëndrosh pas luftës përballë një gjyqësie ndërkombëtare, ndërkohë që bashkësia ndërkombëtare do të kishte qenë aleatja strategjike e kësaj lufte siç ishte, por në këto momente, siç ti e ke përballur i pari, me shumë nder në fakt, 33 muaj në një sag të gjatë, duket që historia mund të jetë me të dy anët e monedhës. Të falenderoj shumë për ftesën, Ngrida, po kjo është, si me thonë, është një, unë është si tërsi një lloj procesi historik të mundimshëm të lindjes e lirisë së shtetit tonë. Dhe njerëzit tanë në dekada kanë paguar çmime të mëdha. Për mos me thonë, me shekuve të pak në dekadat e fundit, edhe secili ka histori të jashtëzakonshme në angazhimet e tij për me ofru sa më afër ndërsion lirisë. Edhe natyrisht edhe në unë si pjesëtar i gjykatës e pasaj edhe këto zhvillimet për cilat do të flasim sonte, pa që unë s'kisha menuar asnjëherë. Kemi mendu vdekjen, vrasjen, kemi mendu burgjet, kemi mendu çdo gjë tjetër në kohën e okupimit serb. Po asnjëri edhe asnjëri prej shokëve, bashkëtarëve të mi asnjëherë s'ka menduar që ne do të jemi subjekt të
interesimit, të investigimit ose të burgosit nga gjykata ndërkombëtare atëherë kur kemi qenë ne e pastaj edhe këto proceset pas. Për faktin që për një mend nuk ka një histori të moderne të njerëzimit që ka qenë një luftë më e pastër, guerile e kombinuar pastaj edhe si ngritje në historinë e luftave moderne. Dhe faktet e flasin. Pastaj një luftë tërësisht e mbikëqyrur nga faktorin ndërkombëtar të cilët kanë qenë prezent gjatë gjithë kohës së luftës. Një luftë e drejtë, dhe më kështu puro,